Kjo është situata në të cilën banorët e Shijakut kanë gjetur banesat e tyre të përmbytura 40 tetor pas vërshimit të furishëm të Erzenit. Të gjitha pjesët elektronike, pajisjet e fëmijëve që i kanë pas për internet, ata kanë shku dëm. Me kuzhina, me mobilje, me ku janë të gjithë kati parë, kanë shku dëm. Nga pyet deri ku më rriti ujit e kjo? Thashë deri në tavan. Gjithë jeta ku i thon ka ik dëm. Shoqëria të shputuam ato kalamajt. Këto gjërat, siç e shifnin vetë ku i thon, janë dalë jashtë përdorimit gjitha. Edhe shtëpia nuk jetohet, elektrikët gjithashtu. Mbi 50 banesa mbuluan tërësisht nga uji, që arriti në mbi 3 metra lartësi deri në tarac, duke bërë që çdo gjë që kanë patur ta rrëmbej uji dhe në vend të orendive sot ka mbetur vetëm llumi dhe balta. Banesat kanë qenë zhytur pothuajse në ujë deri në çatim. Dhe çdo orendi shtëpiake, duke nisur nga veshmbathjet dhe orendit e tjera kanë dalë të papërdorshme. Banorët tregojnë se si janë larguar me skafet e policisë pak minuta para se shtëpitë e tyre të fundoseshin tërësisht në ujë. Rreth orës 7 ishte komplet qetë. Uji ka ardhur me shpejtësi dhe për gjysmë ore është mush komplet shtëpia. Jena mundu me nxjerr vetëm pak rroba, që doshim u vesh me mulo sepse s'kishim asgjë gjë sipe, kena hyrë në kat dytë. Kemi hyrë në ujë deri këtu për të nxjerr aq sa kemi mujt të nxjerr. Prefekti Roland Xhelila gjatë inspektimit në terren deklaroi se kush ka nevojë për ndihmë nga familjarët mund të strehohet në kavaleshencën e Durrësit. Kanë shkuar të shih vetëm 7 familje. Autoritetet vendore thonë se ka nisur evidentimi i dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet dhe të paktën në këtë fazë ata deklarojnë se çdo banor i përmbytur do të dëm shpërblehet. Dhe ky lloj evidentimi, gjitha këto dokumentacione do të kalojnë sipas rradhës, sipas ligjit, përkatës deri në vendimin që do merret për dëmshpërblimin e tyre. Kemi ngritur 5 grupe pune për menaxhimin e situatës. Pra, do të shkojnë shtëpi me shtëpi, derë me derë, të evidentojnë çdo dëm të shkaktuar nga përmbytja e madhe. Zjarfikset kanë marrë rol primar në familjet e përmbytura në Shijak, duke ndihmuar në largimin e baltës nga banesat, rrugët dhe vendet publike. Aktualisht drejtoj situatën për pastrimin e bllokeve të familjeve në balta dhe bizneseve gjithashtu. Por do të duhen ditë për të mos thënë edhe muaj që këto banesa të rikthehen në gjendjen e mëparshme, aty ku ishin 48 orë më parë pa shpërthyer lumi i Erzen.